Votuesve është kalkuluar sipas paragrafit 2 të nenit 3 të rregullorës numër 72 për 2024. Në 10.000 votues të regjistruar, atër kufizimi i shpenzimeve kalkulohet në minimum 1.5 euro për votues. Lidhur me këtë, zyra i rekomandon Komisionit Qendror të Zgjedhjeve që të marrë vendim për kufizimin e shpenzimeve sipas tabelës së bashkangjitur ku është kalkuluar vlera për secilën komunë të Republikës Kosovës dhe në këto do thotë janë kalkuluar për më shumë se 10.000 votues kufizimi i shpenzimeve vlen 1 euro për votues, ndërsa deri në 10.000 votues është 1 euro e 50 cent. Pra vlera totale është 2.099.767, po këto do të thotë kufizimi i shpenzimeve vlen për ato subjekte politike të cilat certifikohen në komuna përkatëse dhe për këto komuna përkatëse ato nuk mund të i kalojnë domethënë shpenzimet e fushatës. Nuk guxojmë që me kufizimet tona të bëjmë një lloj ngulfatje të shpenzimeve të subjekteve politike që me pasaj ato me u detyru apo kandidatët caktuar me bën veprime të tjera, ndoshta që mund të thënë jashtëligjshme, me shfrytëzu burime të tjera edhe me ik pastaj edhe deklarimet. Prandaj nuk guxojmë na që t'i ngulfatum kaq shumë, se në një periudhë 4 mujore është bukur e gjatë që subjektet politike të shërbejnë vetëm me 1 euro. Pra është saktë siç e tha edhe kolegu, që ose duhet rritet, ose kjo shumë duhet mbeten vetëm për periudhën 30 ditore. Pushtetet parlamentare, natyrisht që numri i kandidatëve është më i vogël, pakrazimisht më i vogël, 100, dhe tash në zgjedhjet lokale numri i kandidatëve është shumë fish më i madh. Për 8 fish shkon më shumë. Andaj edhe duhet të rishikohet kjo pjesa e shpenzimeve për një arsye shumë të thjeshtë. Që të jenë transparente pra shpenzimet, që mos ta ngulfasim në nivelin e shpenzimeve, kur me një përllogaritje të thjeshtë del që 20 euro është në ditë themi niveli i shpenzimeve të lejuara në bazë të saj për një kandidat. Minimumi një 5 euro i shkojnë veç shpenzimet veta ati në shtarë. Na mundemi me e lanë edhe 1 euro, na mundemi me e bo edhe 1.5 euro. Po faktikisht, nëse doje me qenë real, edhe vlera e parë dhe e dyta janë qesharake. Janë qesharake për shembull në kohën që e dim se sa e kushtueshme është një fushat për një parti politike. Na nëse lojmë 1 euro, i detyrojmë partitë politike me kriju sistem që kanë kriju gjithmonë, sistem paralel të financimit fushatave të tyre që kalon disa herë ato që parashihet. Prandaj unë mendoj për shkak që duhet të qenë pak më real, edhe duhet me pas një shumë që është pak a shumë logjike, arsyeshme, edhe me votu fundit ato e mjetet e tyre. Na më shumë duhet me ushqetësu burimin për nga i marrin paret ata, se si i shpenzojnë ato pare që i kanë.